Mendoj se ishin dhe me vull. Ai gënjeu sepse, ta them unë që gënjeu se qëp kur bëri denoncimin ishin flet pa vull. Dhe ku i ka këto fleta sot nuk i ka. Pra ishte një gënjeshër, për me thënë që binte shumë sy. Dhe aq më shumë kalon koha, aq më shumë po tregohet që Partia Demokratike, ndoshta edhe Partia Socialiste, po Partia Demokratike ka vjedh veten e saj, ka vjedh kandidatët e saj. Janë të paktën 5 kandidatë që kanë prova filmike që ju janë tjetërsuar votat. Nga Babaramo ka shkuar të Shabani vota. Dhe unë Gabim njerëzor apo kanë qenë të qëllimshme? Jo, kjo është me porosi. Tani qartazi këto janë porosi partijake. Sepse po në cilat raste mundet ti evidentosh? Po i themi mo zoti Ali Mehmeti ka pretendime që është tjetërsuar vota. Aulon Kalaja është tjetërsuar vota. Në Durrës kemi Lirana Kuçanën thotë më është tjetërsuar vota. Pra në Kavaj Partia e Lirisë sot ka dhe këtej nga Partia Socialiste që po ata s'kan reaguar, po shiko. Ose dha urdhrin. Ka zerm aty. Kanë duar, aty doli Omertaja, mos doli Omertaja. Jo, po prit, ka ndodhur nga të dy anët. Po. Po unë s'po them që s'ka ndodhur nga ana tjetër. Por çfarë është interesante? Ka ndodhur nga të dy anët. Kush është interesante? Ajo është interesante. Ja, pra, se shiko kush është interesante edhe se shkojmë më tej. Raporti OSBE-u diri thotë që kjo mënyrë se si bëhen zgjedhjet, po ta ndash në kritika, janë 60% kritika për PS-n dhe 40% shkojnë për PD-n. Pra po ta lexosh raportin, pretendohet dhe dyshohet që ka bërë vota edhe nga PD-ja në Mirdit, që doli fituese. Pra pretendime, se nuk është e faktuar. Raporti thot ka insinuata dhe pretendime nga kandidat. Dhe unë jam i sigurt, po ta hapen ato kutitë e votimit, jam i sigurt. Nismës Shqipëria bëhet i zhvjedhur, Zotit Basha janë marrë, janë vjedh vota. Jam i sigurt partitë e vogla janë masakruar. Pak ishin vëzhgues partitë. Por kjo nuk kanë vëzhgues jashtë, po nuk i monitoron dot aq shumë me orë të gjatë. Tua janë vjedhur, po ndërkohë përfaqësues një përfaqësues kryesor të partive të reja, thotë domun që ne donë fitoj Rama sepse është Saliu përballë. Nuk i ka këto pretendime vetë zotëria. Jo, po se duhet ta shkojmë më tej, ta mbaroj të lutem se kanë folë shumë pak. Fitoj Rama se njerëzit votuan. Nëse ndalesh pastaj 100 njerëz nuk votuan. Se duhet ta shikosh me vëmendje edhe raportin. Raporti ngre probleme, është pa barabart gara thotë. Po të lexosh edhe raportin ose OSBE-ut për zgjedhjet në Itali, thotë që data janë zgjedhje pa barabarta. Pra është mo kjo fjali. Ndërkohë që po të ndalesh te financat e fushatës, është e njëjta situatë në Itali, e njëjta situatë në vende të tjera të zhvilluara. Pra ka probleme me paranë e pa deklaruar në fushat. E njëjta gjë thuhet edhe për Shqipërinë, po nuk thuhet vetëm për një palë, thuhet për gjitha palët, sidomos për 2 parti të mëdha. Ngrihet edhe problemi $6 milion, është në raport. Pra, raportin nëse lexon është shumë kritik me të 2 partitë kryesore. Vetëm mos i verni shenjë barazie sepse Jo, shumë. Jo, lexoj. E kam lexuar disa herë. I akuzon për polarizimin. Nuk mund të jetë PD. 60-40, ja ta them unë, e kam lexuar. E kam lexuar disa herë bile. Po lexoj edhe 10 herë tjerë, nuk mund të jetë 60-40. Po jo pra. E ke lexuar. Por e lexoj sa herë duash. Po më ke lexuar po nuk mund të thuash mua. Hajde flasim me ai zotëria ka 60% faj ose ka bërë të vjedhur 60%, ky ka. Opinioni im është që toka është shesht. Ni hajde flasim, bëjmë diskutime të tilla. Se po t'ishte me 40 në fakte. PD nuk do kishte dalë me 50 deputet, i bie kishte dalë me 65. Do bazohemi në fakte. Po ta thash pra, kritikohet si bëhet menaxhimi i numrimit, sepse janë 2 parti politike dhe po të faktohet që të dyja abuzojnë në kurriz partive të reja, të vogla. Ta thot, kush e ka për detyrë të krijojë një proces zgjedhor të rregullt? Dhe faktohet. Kush e ka për detyrë? Jo, po prit. Kush e ka për detyrë? Dita votimit, shiko, sepse thuhet shumë e qartë në raport para prag. Dita votimit ka qenë transparente dhe profesionale. Këtë organizon KQZ-ja. Pjesa tjetër e kanë partitë politike, miku im. ZAZ-t, KQZ-ja për vetëm vullos. O, Arper. Jo. Ditë përpara. Ti jemi realist tash. O, Arper, ma gjë një fjali dhe s'ka problem. Po jo më po them. Ore, 2 ditë përpara zgjedhjeve të thash, ky zotëria që shef aty, fali 2 milion euro gjoba mor burra. E ke më? Po ku e kemi? E ke si shkelje më? Po si që ka si shkelje më? Më falë se të vrava, o burra. Të ngrihet dhe shqetësimi tjetër. Më falë se të vrava. Ky fali 2 milionë euro. Ajo është përdorimi pas detyre, mo. Po mirë, mo. Edhe më e bukur, di ku është ky bëra. Atë vendimi është bërë që në dhjetor, në dhjetor të 2024, dhe nuk e ka firmosur fare ky. Ky zotëria nuk e ka firmosur. Punon të OSBE-u di. S'është firma e tij. Asnjë vendim, asnjë VKM. Tani e ka bërë udhë. Të bëj një VKM ka vite që firmos vend kryeministri. Në prova dhe në raportin as njajës,
apo do flasim në mendimet tonë. A mund të japë një përgjigje për këtë që sa? Është asnjënjës. Je gazetar, më thuaj një mjet. Do mendimin tim apo të raportit? Si është e mundur? Jo, mendimin tan. Po shkelje më të them. Po më gjoj pyetje. Po e ka dhe raporti. Si është e mundur që qeveria e Edi Ramës në raporti more. Po më dëgjoj një më. Po t'jap të drejtë, me ka raporti. Po jo mendimin tan. Se na humbë kohë me një gjë që ka raporti. Jo të raportit. Po ta thesh më, po. E ka shkelje atë, ka shkelje edhe këtë 6 milionshën. Madje thotë një gjë tjetër raporti more. Thotë që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste dyshohet sipas tyre që fushata ju ka shkuar 3 milion euro, nga të cilat janë të pa deklaruar, sepse njëra deklaron 1 milion që jep KQZ-ja, 3 milion euro ka shkuar vetëm 3 njerëzve aty. Po jema 3 milion euro u ka shkuar 3 kandidatëve. Imagjino se sa kandidat ka qenë. Po nuk e di, po them çfarë thot raporti më. Po mirë. Raporti thotë që fushata ka shkuar 3 milion euro për secilin parti të madhe. Pra dhe këtu qartazi do thotë që ka abuzime me para të pjesë të fund fushat ose para pa deklaruar. Këtë thot raporti. Tani